Nën moton Gjuha jon sa e mirë, në sheshin Skënderbeu në Shkup u hap panairi i librit shqip Shkupi 2026, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore për lexuesit, autorët, botuesit dhe të gjithë dashamirët e fjalës së shkruar shqipe. Ky panair mblodhi qindra njerëz në sheshin Skënderbe, nga ku dhe pritet që ky panair të mbledh 55 botues nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria, ku madje në ditën e fundit të këtij panairi do të ndahen edhe çmime letrare. Drejtoresha ekzekutive e Institutit të Librit dhe Promocionit nga Tirana, Irena Toçi, një herësh bashkëorganizatore e panairit, në fjalën e saj tha se kjo ngjarje është ndër aktivitetet më të rëndësishme kulturore që instituti ka zhvilluar. Panairi i Librit të Tiranës, panairi i Librit të Kosovës, Prishtinës, panairi i Librit këtu në Shkup dhe panairi i Ulqinit përbën një mozaik panairesh që tregon fuqinë e gjuhës sonë, të librit tonë, të botuesve tanë. Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do ta mbrojmë këtë gjuhë dhe do ta çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panair ta kthejnë në një traditë dhe me siguri që do të bëhet fal edhe vullnetit tuaj për të na ndjekur. Ndërkohë, akademiku Ali Aliu në fjalën e tij përshëndetëse e vlerësoi hapjen e këtij panairi si një ngjarje me rëndësi të veçantë kulturore dhe kombëtare. I nderuar romancieri i shquar tha që është çast historik. Është vërtet çast historik. Se i mungonte një panair i tillë, i mungonte pranimi i librit Shkupit, që tash do t'jete në shoqëri të barabartë me panairin ndërkombëtar të Tiranës dhe me panairin ndërkombëtar të Prishtinës. Një trekëndsh në hapësirën shqiptare që do të komunikojë përmes librit. Unë uroj që këtë manifestim ta duam të gjithë, ta dëshirojmë si diçka të rëndësishme sot dhe ta kultivojmë dhe ta duam. Ndërkaq, kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, në fjalën e tij thekson se sot është një ditë e veçantë për kulturën shqiptare. Prandaj ky panair përveç se është një ngjarje e madhe kulturore, është dëshmi se gjuha shqipe vazhdon të jetojë, të krijojë dhe të pasurohet. Në të njëjtën kohë, libri është kujtesë, por është edhe vizion. Ai na mëson se popujt ecin përpara kur lexojnë, kur pyesin, kur mendojnë dhe kur krijojnë. Një shoqëri që lexon është një shoqëri që ditë të ndërtojë një të ardhmen e saj. Prandaj le të jetë ky panair një vend takim për idetë, për kulturën shqipe dhe për dialogun. Mexhiti deklaroi se kjo ngjarje do të kthehet në një traditë të përhershme kulturore që do të rritet vit pas viti. Tutje, ai thotë se në historinë tonë, libri ka qenë një nga shtyllat më të forta për identitetin që nga meshari i Xhon Buzukut, Gjergj Fishtës, Migjenit, Ismail Kadares dhe se në secilën prej veprave gjendet një pjesë e shpirtit të kombit tonë, një pjesë e historisë sonë dhe një pjesë e së ardhmes që kemi luftuar për të.